Derisa me fshesa dhe makineri, vijon aksioni 72 orësh për pastrimin e qytetit të Shkupit nga mbeturinat. Kryetari i sapo zgjedhur Orce Gjorgjevski pastron listat e të punësuarve në ndërmarrjet publike, të cilët sipas tij kanë marrë paga pa shkuar në punë ose kanë keqpërdorur vendin e punës. Deri tani janë përjashtuar rreth 400 persona, por pritet që numri të shkojë deri në 500. Dje thash se është 371, sot vetëm se është 398, afërsisht 400 persona. Unë i ftova institucionet që të hyjnë dhe të merren me këto raste. Këtu absolutisht do të kërkoj përgjegjësi dhe prej atyre që kanë nënshkruar që diçka e tillë të zbatohet. Nëse marrim parasysh se tani janë 400 persona, jam i sigurt se do të gjejmë për shumë shpejt deri në 500 persona. 500 persona të marrin paga janë se paku 5 milion euro nga qytetarët në vit. Për 4 vite ato janë 20 milion euro. Ose në përkthim, ai është luna parku që duhet ta bëjmë, ndërsa e presin qytetarët në Shkup. Gjorgjevski theksoi se punëtor të përjashtuar ka nga të gjitha profilet, ndërsa theksoi që shumica e tyre janë nga ndërmarrja publike për parqe dhe gjelbërim dhe ndërmarrja publike për higjienë komunale. Do t'u avëm në dispozicion në opinionit dhe mediave të gjithë emrat dhe mbiemrat. Pjesa më e madhe e keqpërdorimeve nga afërsisht 170 persona janë nga parqe dhe gjelbërim dhe higjiena komunale, por edhe të gjitha ndërmarrjet tjera, por me volume të vogël të dukurive të këtyre devijuese. Punëtor udhëheqës, unë dje fola dhe për një dukuri tjetër. Janë angazhuar në shërbime intelektuale kamion të dikujt dhe është paguar për të njëjtën nga 5 deri në 10.000 euro për gjoja të pastrojnë qytetin. Gjorgjevski përsëriti kërkesën për hetim nga organet kompetente. Nga prokuroria theksojnë që për zbulim të veprave penale ka institucionet të tjera. Institucionet kompetente për zbulimin e veprave penale janë Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Policisë Financiare, Inspektoratet. Deri në prokurori, deri në këtë moment, nuk është dorëzuar asnjë paraqitje, as njoftim. Nga Ministria e Punëve të Brendshme, për alsat theksojnë se momentalisht nuk janë duke zhvilluar aksione sa i përket çështjes në fjalë.